ngjarja tronditëse që ndodhi ditën e djeshme, kur prokuroria themelore e Prishtinës doli me njoftimin lidhur me arrestimin e Xhestit. Sipas prokurorisë, këngëtari është ndaluar për 48 orë për shkak të dyshamit të bazuar se i njëjti ka kryer vepra penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve. Sipas nenit 366 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës për veprën penale kanosje, sipas nenit 181 të KPRK-s, si dhe veprën penale asgjësim apo dëmtimi i pasurisë. Tutje thuhet se prokurori i shtetit, në koordinim dhe bashkëpunim me policinë e Kosovës, është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore dhe procedurale në lidhje me këtë rast. Për shkak të fazës së hershme të procedurës hetimore dhe me qëllim të ruajtjes së integritetit të hetimeve, në këtë fazë nuk mund të ofrohen detaje shteti lidhur me rastin. Ai është arrestuar nga policia e Kosovës dhe duket të merret vendimi. Burimet nga faqja jon bën të ditur se ai ka shkuar me armë tek Erkan Shabani, pronari i Onimas. Sipas një burim, kjo nuk është hera e parë që Xhesti dhe njerëz të tij ka kërcënuar pronarin e Onimas, mirë po kësaj radhe gjendja është akoma më e rëndë, pasi vetë këngëtari kërcënoi atë me armë zjarri. Xhesti, para se të hynte në Big Brother, kishte një kontratë nënshkruar me kompania Anonima, e pas daljes nga Big Brother VIP Albania 3, ai kërkoi të shkëputej këtë kontratë, të ke mos respektuar rregullat e saj. E siç duket, i ka qenë molla sherrri për të dy palët. Kujdes pse Xhesti nuk ishte në aktiv në skenën muzikore pas fatkeqësisë që i ndodhi me vdekjen e vllajës së tij, dhe duket që edhe Onima e ka përdorur këtë rast për ta shfrytzuar në maksimum Xhestin dhe për të mos e larguar. Normalisht, e tragjedia i solli një vëmendje shumë të madhe Xhestit dhe normalisht këto produksione kërkojnë me dorë të mos që ta zhvasin. Çfarë mendimi keni ju për këtë ngjarje? A ka të drejtë Xhesti? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtyni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.